duket një fjalë e madhe dhe e tepruar, por po të kishin gojë të flisnin flamingot që këta po i dalin për Zot, do të tregonin historinë e tyre të idhur. Ata janë zoj shtektar, ata nuk kanë një habitat të përhershëm në Shqipëri. Do të tregonin historinë e idhur se si ata nuk vinin në Shqipëri, sepse i priste çiftja, i priste pushka, e atyre që bënin stërviteshin për të marrë shënjestër dhe vrisnin zogj. Sikur pelikani Kaçurrel të qohet dhe të tregoj historinë e tij me Shqipërinë, me parkun kombëtar të Divjakës. Atëherë sigurisht që do t'ju tregonte të tërëve se sot pelikani Kaçurrel është një specie e mbrojtur që qëndron dhe shtohet në Shqipëri, ndërkohë që përpara ndalimit gjuetisë, moratoriumit 10 vjeçar që ne bëm, edhe pelikani Kaçurreli ishte shënjestër. Sikur të shikohen të gjitha numrat e popullsisë së shpendëve dhe të kafshëve që ka sot Shqipëria, krahasimisht me çfarë kishte kur kërciste pushka në çdo pyll e në çdo lagun, atëherë do të shikohet shumë qartë që ne sot kemi një popullsi, një faun të ripërtrirë.